që një ashtë edhe Zvicrën e kam parë brënda, pastaj ndeshjen e fundit, edhe e kam shijuar sepse në një farë mënyre si kur vuri atë Vullën, Kosova, që për atë ekip që ka ndërtuar, për ato talente që ka brënda dhe për suksesin që do të ketë, edhe e kam shijuar pa mas. Më ngeli penga i goli Muslijes vetëm me Portën Bosch, por më premtoj që do ta bëj ta me Zvicrën dhe në fakt ai e bëri parazimin, kështu që unë kam përshtypjen që kjo kombëtare do të jetë. Ka pas shumë Arboni na ka kufizu vetëm te. Ta marrën nga një mendim edhe nga dy futbollistët blerë, për ty cili ka qenë momenti më kyç. Përveç këtyre që i pam dhe këtë që potencoj. Besoj Thash, s'po mbetet shumë të i marrë parasysh se këta i cekën shumicën, po moment krucial. Besoj që rikthimi pas asoj humbjes me Zvicrën, besoj që ajo është moment shumë i delikat, mund të them se pas asoj humbje mu kthy me fitore dhe Parasu me Sloveni, kujto, të brenda. Po, edhe pastaj duke e marrë vendin e dytë në këtë grup që ka qenë ndoshta për neve, edhe nëse do dilim të fundit, nëse marrim parasysh do më thonë kualitetin e këtyre kombëtarëve nuk do ishte një zhgënjim, kështu që edhe kalimi play-off edhe një finalet play-offit mendoj që ai ishte momenti që na ndryshoi edhe mentalitetin dhe na bëri që të besojmë. Mevlan? Unë ndeshja me Slovakin, do më thonë, ajo më ka bo përshtypje shumë, sepse nga njëherë e shef që në skuadër duhet me pas shumë karakter edhe disiplin, edhe gjithçka që mund është mi po. Edhe në këtë ndeshje kemi pa që kombëtarja ka kriju një identitet shumë të fort, një mentalitet shumë të fort fituesi që s'e ndërzu në asnjë moment. Edhe momenti kur e kanë përmbys rezultatin, unë kam qenë shumë me shpresë shumë të madhe që do të kualifikohem edhe në botëror edhe sonte. Mund të më bëj një ndërhyrje të vogël, sepse më ka bërë shumë përshtypje, edhe me kombëtaren e Shqipërisë, e kam vënë re. Kur ka pritshmëri shumë të mëdha, kur ka interes shumë të madh, tifozët janë gjithë aty, festojnë, këndojnë, shpresojnë, në përgjithësi nuk është se kemi patur ose ja kemi dalë. Dhe kam frikë se edhe sot djemt mund të kem patur pak presion në këmbë për shkak të gjithë pritshmërive që ka patur, jo vetëm Kosovë, po në gjithë shqiptarinë, gjithë kanë qenë me ta, dhe kam frikë se ai presion edhe mund të ketë ndikuar. Duket sikur shprehen më mirë kur janë jashtë edhe nuk kanë fare presionin e tifozërisë, që pret shumë edhe shprehen më mirë. Sepse kam vënë re... Kemi diskutu këtë pjesë. Më falë, nuk ju kam ndjekur. Jo, psikoemocionale që ke drejt shumë që... Si do qoftë, aja që tashmë dihet dhe është fakt thuajse notore që Kosova po përmendet gjithandej botës, nuk ka media ndërkombëtare e cila nuk i ka kushtuar së paku një faqe ose një emision gjatë ditës së sotme. Shkodran. Pra të gjitha mediat, Kosova ka qenë kryet. Shpesher po e lokalizojmë suksesin e Kosovës vetëm të selektori foto. Dhe ne dim që për me pas sukses në futbol duhet një mori komponentësh, është një mozaik i tërë. Dhe ne në këtë kampanjë jemi përmisuar në çdo cep të kombëtarës, duke filluar nga menaxhmenti, nga kushtet, nga trajtimi, nga qasja, e deri tek ajo e fundit që është në fushë. Për mu servu një lojë mirë, një performancë mirë, duhet punë e gjatë. Dhe ne jemi në rrugë të mirë, jemi në qasje të mirë. është të bo, përkundër që në të kalumen, kemi pas lëshime, që janë të pamohueshme dhe ne, unë edhe Arbeni kemi gjyku edhe vetë. Por tani kemi një strategji të qartë çfarë duhet. Tani kemi një scouting të hershëm të futbollistëve. Do të thotë, shumë herët futbollistë evidentohen edhe ftohen në kombëtare, e gjëra tjera. Mos flasim për pjesën organizative që ndoshta e kam thonë edhe më herët. Asnjë futbollist i në kombëtare nuk i mungon asgjë, as nga Spanja, as nga Juventusi. Tretmanin që kur zdryp në aeroport në Prishtinë ka super profesional. Komplet qasja super profesional. Mos flasim akomodimin e gjëra tjera. Dhe ne jemi kombëtare e re. Mase kombëtarët e reja kanë sfidë dhe organizimin dhe kemi ecë paralelisht me lojën në organizim. Duhet në të drejtë, na duhet politikanët se Kosovë nuk i njoh, kështu që edhe po t'i kem parë, i kam dalluar. Ma mirë se si një. Jo, realisht duhet një stadium. Duhet një stadium. Na duhet, po kjo stadium jemi shumë të krerëve të shtetit dhe jo krerëve të federatës. Jemi afër fundit, kemi edhe pak minuta, por e pam pra 3 momentet nga 2 analistët e përhershëm të Klan Kosovës, një nga Zonja Hygërta dhe një nga futbollistët. Por, tashmë që se përfundoj këtë kampanjë për Kosovën.
besoj e keni analizuar të gjithë nga afër gjitha ndeshjet. Cili është në këndvështrimin tuaj lojtari kryesor?